Nën kryetari i BDI-s Bujar Osmani kundërshton ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pasi sipas tij, ky ligj legalizon konceptin jugoslav. Osmani kritikon faktin që ligji vendos meritokracinë mbi përkatësinë etnike, duke argumentuar se kjo qasje historikisht është përdorur për të anashkaluar shqiptarët. Sipas Osmanit, mekanizmi i balancuesit ka qenë garancia më e mirë për përfaqësim të drejtë dhe nuk duhet të zaventohet. Ai ligj nuk guxon të kalon. Ai ligj e legalizon përjashtimin, e legalizon konceptin jugoslav të trajtimit shqiptarëve. Për shkak se ka dy momente aty për cilët unë po flas. E vendos meritokracinë mbi përkatësinë etnike, kinse fillimisht kandidatët do vlerësohen kush është më i miri, pastaj si kategori e dytë përkatësia etnike. Po ne 50 vite na kanë përjashtu ashtu, duke thënë se ata janë, ky është më i mirë ose më i vlerësuar. Po, as këtë nuk patët mundësi që ta zgjidhni zoti Osmani kur ishi pjesë e qeverisë, për shkak se balansuesi ishte si ishte, por kishte shumë keq përdorime në fakt. Po, nuk balansuesi ishte garantuesi më i mirë. Qëndrimeve të Bujar Osmanit ju kundërpërgjigj zëvendës kryeministri Bekim Sali, i cili hedh poshtë akuzat për rikthim të modeleve të vjetra, duke ironizuar me nostalgjinë jugoslave. Sipas Salit, ligji i ri nuk është improvizim politik, por produkt i ekspertëve dhe një përpjekje serioze për të garantuar përfaqësim real dhe të drejtë për shqiptarët dhe të gjitha komunitetet. Po nuk di çfarë nostalgjie kanë me Jugosllavinë dhe me trashëguesin e Jugosllavisë me shtetin sërb. Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuate kemi punuar me ekspertë të cilët janë të çështjes. Ne si politikanë vlerësojmë një hap drejt plotësimit real të drejtave të shqiptarëve, po e gjitha minoriteteve të cilët jetojnë në vendin tonë. Për herë të parë kemi ligj, nuk bazohemi në vullnet të deklarimit të kandidatëve, nuk bazohemi në software i cili ka mund të manipulohet edhe në të kaluarën. Ndryshe propozim ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, qeveria i dha drejtëqeshile më 7 prill. Megjithatë, i njëjti ende nuk është dorëzuar përpara deputetëve.